Një dron iranian ka goditur sot rafinerinë Samref në Jambu në bregun e detit të Kuq, duke e futur Arabinë Saudite drejt për drejt në valën e re të sulmeve që po trondisin infrastrukturën energjetike të gjirit. Sipas autoriteteve saudite, dëmet janë ende në vlerësim dhe deri tani nuk janë bërë publike hollësi të plota mbi ndikimin operacional. Rafineria Samref është një objekt me peshë strategjike e lidhur me Saudi Aramco dhe ExxonMobil, me kapacitet për të përpunuar mbi 400.000 fuçi naftë në ditë. Ajo prodhon një gamë të gjerë derivatesh, nga nafta dhe dizeli deri te karburante detar dhe squfuri. Goditja ndaj një nyjeje të tillë nuk ka vetëm vlerë ushtarake, por edhe sinjal politik. Irani po tregon se është i gatshëm të godasë arterjet energjetike të rajonit. Sulmi në Jambu nuk është episodi izoluar, ai vjen pas një zinxhiri goditjesh iraniane ndaj objekteve energjetike në Katar, Kuvajt dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, si kundërpërgjigje ndaj sulmit izraelit mbi fushën gjigande të gazit South Pers në Iran. Reuters dhe Associated Press raportojnë se infrastruktura energjetike në gjirin persik është kthyer tashmë në objektivin qendror të përshkallëzimit rajonal. Në Katar, sulmet iraniane shkaktuan dëme të mëdha në qendrën e gazit të lëngshëm Ras Laffan, ndërsa në Kuvajt u raportuan goditje mbi rafinerit Mina Al Ahmadi dhe Mina Abdullah, edhe Emiratet pezulluan operacionet në disa pika energjetike pas ndërhyrjeve ajrore mbrojtëse. Kjo tregon se konflikti nuk po kufizohet më vetëm në boshtin Iran-Izrael, por po përfshin drejt për drejt shtetet kyçe prodhuese të energjisë në rajon. Për Arabinë Saudite, goditja në Jambu ka rëndësi të dyfisht. Së pari prek një qendër industriale kritike, së dyti sepse Jambu është kthyer në një nyje të ndjeshme për eksportet saudite, në një kohë kur tensionet në zonën e Hormuzit kanë rritur pasigurinë për rrugët tradicionale të furnizimit. Reuters raportoi gjithashtu se edhe porti i Jambu u fu në shënjestër nga një sulm ajror, megjithëse ndikimi fillestar u përshkrua si i kufizuar. Mesazhi gjeopolitik është i qartë. Irani po përpiqet të zhvendosë koston e luftës nga territori i vet drejt ekonomisë energjetike të fqinjve arab dhe përmes tyre drejt tregjeve botërore. Çdo goditje ndaj rafinerive, porteve apo terminaleve të LNG-s nuk është thjesht lajm lufte, është presioni drejt për drejt mbi çmimin e energjisë, zinxhirët global të furnizimit dhe llogaritë strategjike të perëndimit. Pasojat në treg u ndjen menjëherë. Reuters raportoi se çmimi i naftës u ngjit mbi $115 për fuçi, ndërsa sulmet ndaj objekteve energjetike në gjirin persik ushqejnë frikën e një krize më të thellë furnizimi. Kjo është ndërron konflikti nga një përballje ushtarake rajonale në një kërcënim me pasoja globale ekonomike. Sulmi ndaj Samref është një sinjal se faza e re e konfliktit po kalon nga goditjet simbolike tek objektivat me peshë ekonomike dhe strategjike. Nëse ritmi i sulmeve vazhdon, vendet e gjirit do të përballet me presion për një përgjigje më të koordinuar ushtarake dhe diplomatike, ndërsa fuqitë perëndimore do të shtojnë përpjekjet për të mbrojtur korridoret energjetike.